Bela është kallëzuar prej meje në mars të 2023-shit. Të lutem, mund t'i rikujtojmë dhe një herë cilat janë akuzat nga ju për Belën, për Belindën. Edhe një herë, akuza nuk është drejt për Belën. Për postën e saj, për statusin e saj. Po, tash dyshimi im ka qenë ky. Unë duhet isha përfituesi 50.000 eurove, dhe këto 50.000 euro janë vjedhur nga dikush që ka ndërhyrë në sistem. Ky dikushi, për mendimin tim, është Theodori Çami. Këtë dyshim kam ngritur unë, në kallëzimin e dytë, se kallëzimi i parë është i 2021-shit, që e ka marrë Anisa Qelimi si prokurore. Dhe Anisa Qelimi falsifikoi datën kur e pa që tek unë me të vërtet kishte ndërhyrje të rënda. Dhe kur mu dha një indicje tjetër, unë bëra kallëzimin e dytë në bazë të një prove të re, kështu e përmban ligji. Dhe aty, si fajtor, unë kam kallëzuar Theodori Çamin, dhe për shkak të tij, dëgjoj mirë, Belinda Balluku dhe Bexhet Paçollin.